Rizarta dhe Gjesti përplasen keq mes tyre në dhomën e ndenjes, duke shkaktuar vëmendjen e të gjithë banorëve të tjerë. Rizarta, e acaruar nga fjalët dhe sjellja e Gjestit, ngrihet në këmbë dhe e shikon atë me inat, ndërsa ai qëndron i ulur me një buzëqeshje ironike në fytyrë. Dëgjo, Gjesti, ti je akoma një fëmijë. Nuk di të sillesh si një burr dhe mendon se çdo gjë është lojë. Nuk më intereson fare çfarë thua apo çfarë bën, por dua që të më lësh rehat. Mos më afro më, sepse nuk kam ndërmend të merrem me dikë që ka mendjen e fëlliqur dhe sillet si adoleshent. I thot ajo, duke e shikuar drejt në sy. Gjesti, i cili nuk është mësuar që dikush t'i flas me një ton kaq të prerë, qesh dhe tund kokën. Po pse je kaq e tensionuar, Rizarta? Nuk të bëra asgjë, thjesht po bëja shaka. E di që të pëlqen vëmendja ime, ndaj mos e egzagjero kaq shumë. Në fund të fundit, unë thjesht po argëtohem. Thot ai me një ton të qetë, duke e bërë Rizartën edhe më të nervozuar. Ajo përplas duart me forcë në tavolinë dhe ngre zërin, po ti e kupton që nuk është gjithçka shaka. Nuk mund të sillesh gjithkohës si një fëmijë dhe të mos marrësh asgjë seriozisht. Ti mendon vetëm për veten tënde dhe për lojën tënde, pa menduar fare se si ndihen të tjerët. Dhe më beso, as që më intereson vëmendja jote. Ti ke një mendje të fëlliqur dhe je i paftë të sillesh me respekt. Disa banorë fillojnë të shikojnë njëri tjetrin, duke ndjerë tensionin mes tyre, ndërsa Gjesti vazhdon të buzëqesh, i qetë. Mirë, s'ka problem. Nëse nuk do të afrohem më, nuk do ta bëj. Por mos u mundo të dukesh sikur je më e pjekur se unë, sepse të gjithë e dim që edhe ti je këtu për lojë. Të pëlqen të debatosh, sepse do vëmendje. Unë thjesht po ta jap atë që kërkon, thot ai, duke e lënë Rizartën edhe më të acaruar. Ajo rrotullon syt dhe largohet nga dhoma, duke refuzuar të vazhdojë debatin, ndërsa banorët e tjerë komentojnë me zë të ulët për këtë përplasje të ashpër.